Respektuar të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Në radhë kemi suratu Dukhan, surja Dukhan me emrin Tymi, e cila është një sure mekase e përbërë prej 59 ajeteve. Kjo sure ka marrë këtë emër nga ajeti 10 që kalon pikërisht në këtë sure, ku Allahu Gjelleshanuhu na flet për një fenomen interesant që ka ndodhur në Mekë sipas një mendimi apo sipas mendimi tjetër, është njëra prej shenjave të kiametit. Dukhan, siç edhe e përshkruan Allahu në Kur'anin fisnik, belhum fi shaki yal'abun fartaqiba yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Allahu thot, ja ata i dhujtarët janë në dyshim me atë çfarë ju është shpallur nga Allahu dhe janë duke luajtur me këtë çështje, dhe ti prite ditën kur qielli sjell një tym konkret, një tym të qartë, yakshan nas hadha adhabun alim, dhe ky tymi do t'i përfshi njerëzit dhe ky është një ndëshkim i mundshëm nga ana e Allahu Gjelleshanu. Por çfarë është ky tymi që Allahu Gjelleshanuhu na e tërheq vëmendjen edhe me një sure që e ka emërtuar pikërisht me këtë emër? Sipas një transmetimi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur pa që Mekasit po e kundërshtonin më të madhe, dihet ajo peripecia e madhe që kanë vuajtur muslimanët, bën një dua Allahu Gjelleshanuhu që këta Mekas ti dënoi me një thatësirë, ashtu siç edhe ndodhi në kohën e Jusufit a.s. Dhe ndodhi një thatësirë aq e madhe, duke zgjatur me kohë të gjatë, aq sa njerëzit mirë që nuk kishin më ushqime për të ngrënë, aq sa në transmetim thuhet arritën deri te konsumimi i lëkurave edhe i kockave të kafshëve, dhe nga kjo vuajtja e madhe e ushqimit, thatësira e madhe, duke pasur parasysh atë gjeografi atje kur bëhet thatësirë, ngritja e tymit të shkretëtirës, dhe njerëzit filluan tashmë që ca nga uria e madhe e ca nga tymi i shkretëtirës, sytë e tyre po shikonin tashmë turbull, po shikonin sikur kishte mjegull dhe kishte tym. Dhe kjo erdhi si një dënim pikërisht nga ana Allahu Gjelleshanu për këta njerëz të cilët e kundërshtuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjë e cila në vetvete kjo dua e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam mund konsiderohet edhe si një mëshirë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte mbi ata njerëz, mbi njerëzit që i ftonte në Islam. Me të drejtë mund pyetet, po si mund të tregosh mëshirë kur ne shikojmë që këta njerëz po vuajnë, aq sa dhe shikimi i tyre po ndryshon tashmë, nuk po shikojnë më qartë. Ne kemi shumë raste kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i është ofruar edhe shkatrimi i këtyre njerëzve, dënimi i qartazi në atë botë. Pra, kemi rastin e Taifit, kur ju shkua profetit alayhi salatu selam, ju propozua që nëse don, ne mundemi që këtë mal ta hudhim mbi kokat e tyre dhe t'i shkatrojmë. Ndërkohë Muhamedi alayhi salatu vesselam nuk e pranoi një ndëshkim fatal ndaj pikërisht Mekasve që i ftonte në Islam. Atëherë kjo në vetvete është që njerëzit të gjunjëzoheshin ndaj një pamundësie që nuk kishin çfarë të bënin, dhe shikojmë që janë pikërisht Mekasit që shkuan tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më pas, që ta lut Allahun që t'ja heq këtë dënim, që të sjell ujin, që mos ketë më thatësirë, që të kthehen gjërat në normalitet. Dhe këtë donte edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku më pas i propozoi dhe i tha, a do të besoni ju më pas në Allahun Gjelleshanu, apo do të ktheheni përsëri në kufër dhe në mohim? Dhe të gjithë nga halli i madh që i kishte rënë, thanë që do të kthehemi në besim, do të pranojmë, dhe mbasi largohet ky dënim nga ana Allahu Gjelleshanu, shohim që pikërisht këta njerëz do të kthehen përsëri në mosbesimin e tyre. Aq sa më pas Allahu Gjelleshanu do të thotë që
është ai i cili më pas do t'ja heqë atyre këtë dënim, por si një dënim akoma dhe më të rënd për shkak se u kthyen nga ajo çfarë i dhan fjalën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu tha inna kashafna al-'adhaba qalilan innakum 'aidun. Dhe ne më pas do t'i japim atyre pra një thumë yawma nabtashul batashat al-kubra inna muntaqimun, do t'i kapim ata me një dënim akoma dhe më të madh se kjo. Dhe dietarët e tefsirit e komentojnë që dënimi ishte më pas lufta e Bedrit, ku këta njerëz pikërisht shumica e njerëzve që e mohuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me një armiqësi të madhe do të vriteshin në luftën e Bedrit. Ndërkohë për sa i përket haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam, kur flitet në lidhje me duhanin, ne kemi hadithe të qarta që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam flet për shenjat e kiametit. Dhe ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam që pa ndodhur 10 shenja nuk ka për të ndodhur kiameti, ku një prej shenjave të kiametit në këtë 10 shenjë që përmendi do të përmendi duhanin, do të përmendi tymin, ku është e qartësuar në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që para se të ndodh kiameti do të ketë një tym që do ta kaploj të gjithë dynjan, të gjithë tokën prej 40 ditëve. Dhe ky tym do të jetë i tillë që njerëzit që nuk besojnë apo munafikët do të futet në përhundët dhe veshët e tyre, aq sa për ta do të jetë sikur po valon truri. Ndërkohë besimtarët që do të jenë gjallë në këtë kohë do ta kenë të lehtë dhe nuk do ta përjetojnë atë në masë kaq të madhe të dënimit. Duke qartësuar kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe duke na dhënë dy këndvështrime kjo sure se si ne duhet ta kuptojmë pikërisht këtë emër. Ajo çfarë është me rëndësi të madhe të dashur besimtar, duhet kuptuar se në vetvete kjo është në radhë të parë një mrekulli e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ndodhi gjatë jetës së tij. Tashmë imagjinoni që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të lutej për diçka Allahut dhe ta merrnin vesh të gjithë njerëzit dhe më pas kjo mos të realizohej. Patjetër që kjo do të ishte një diçka në favor të njerëzve që e mohonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por duke ndodhur në këtë formë, duke u përjetësuar kjo gjatë gjallënisë të profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo ishte një nga mrekullitë e qarta që ishte i dërguari i Allahut, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më pas shohim që në këtë direktiv të haditheve të profetit alaihi salatu wasalam për atë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, nuk është i vetmi rast. Ne kemi shumë raste gjatë jetës së profetit alaihi salatu wasalam që ai paralajmëroi se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Ai përmendi shumë ngjarje gjatë jetës së tij se çfarë do të ndodhë në të ardhmen dhe u përjetësuan kur ai ishte akoma gjallë. Dhe shumë situata të tjera që i ka parashikuar profeti alayhi salatu wasalam pa diskutim me shpalljen e Allahu xhelle shanuhu, dhe këto kanë ndodhur në kohën e sahabeve, siç ishte për shembull çlirimi i Kudsit, i Jeruzalemit, e gjëra të kësaj natyre që i pati parashikuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët i përjetuan. Imagjinoj një njerëz që e ka dëgjuar fjalën e profetit alaihi salam dhe më pas e përjeton atë vetë duke e përjetuar. Kështu kemi për shembull akoma dhe kohë më mbrapa kur profeti alayhi salatu wasalam pati parashikuar deri tek çlirimi i Istanbulit të sotëm, dhe ja që ajo ndodhi vite dhe vite më mbrapa, pikërisht nga Sultan Mehmet Fatiu, i cili ishte një përgëzim i fjalëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha këto bëhet fjalë me kohë, me dhjetra apo dhe me qindra vite, dhe çfarëdo që tha profeti alayhi salatu wasalam është përjetësuar. Mirë po ka edhe situata që akoma presin të ardhmen edhe nga këndvështrimi jon sot. Dhe një nga këto janë edhe pra shenjat e kiametit që ka paralajmëruar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku një nga këto është pra duhani, tymi i cili do të jetë paraprijes i shenjave të tjera më pas, si ardhja e Dexhalit, ardhja e Yexhuj Maxhuxheve e të tjerë, me rasti që edhe ne i kemi trajtuar në këtë mimber. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme të dashur besimtar është se për herë të parë Mekasit do të përballeshin me lajme të kësaj natyre, që kjo dynja do të shkatrohet. Pra,
deri në atë moment Mekasit jetonin pa besim që kishin lidhje me hyjnoren, kishin besim njerëzor, një besim I cili ishte prodhuar nga mendja njerëzore që kishte të bënte me adhurim idhush dhe statujash. Por shohim që Kurani do t'i japi një këndvështrim totalisht tjetër mënyrës se si duhet perceptoj dhe të mendoj njeriu kur flitet për kiamet. Dhe kur flitet për kiamet në Kur'an është I qartësuar qartë që do të jetë shkatrimi I gjithë shkaje. Çdo gjë do të shkatrohet, çdo njeri do ta shijojë vdekjen, çdo gjallëz do ta shijojë vdekjen dhe çdo planet që ne shikojmë në pafundësi të këtij universi do të shkatërohet dhe do të kthehet çdo gjë siç ishte herën e parë pa krijuar asgjë Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Dhe në Kur'anin famëlart pikërisht kjo situatë, krijimtaria e gjithçkaje që edhe ne jemi brenda saj dhe shkatrimi I gjithçkaje që edhe ne jemi brenda saj nuk dalin nga korniza e fuqisë absolute të Allahu xhelle shanuhu, I cili është El Qadirul Muqtadir, I cili është I plot fuqishëm që ka mundësi dhe fuqi për të bërë gjithçka. Ai ka premtuar në Kur'anin famëlar që e kam krijuar këtë univers, e kam krijuar veçanërisht këtë planet toke që të jetë në shërbimin e juve si gjallësa më e lartësuar e njeriut për të jetuar, për të ngrënë dhe për të pirë, duke u mundësuar të gjithë kushtet e nevojshme për jetën tuaj, atëherë është pikërisht po Allahu xhaleshanu që ka premtuar në Kur'an që jam unë ai thotë që do t'ua marr jetën, do ta shkatroj këtë dynja, do ta shkatroj universin dhe do të dalim para Allahu xhaleshanu për të dhënë llogari. Dhe pikërisht kjo ishte ajo çfarë synonte pikërisht ky kërcënim I Allahu xhaleshanu me këtë sure dhe me këtë paralajmërim tek arabët e asaj kohe. Po patjetër të dashur besimtar, duhet kemi të qartë se duke qenë se pikërisht këto paralajmërime që kanë të bëjnë me shenjat e kiametit janë pjesë e së ardhmes dhe janë në gajbin e Allahu xhaleshanuhu, janë në fshehtësinë e diturisë së Tij, atëherë patjetër ajo çfarë neve si besimtar duhet të na shqetësojë dhe duhet të na orientojë është se për ne se çfarë do të ndodhë në të ardhmen e largët ndonjëherë nuk është se duhet në preokupojmë së tepërmi, sepse dietarët na kanë orientuar që duhet që gjithë secili prej nesh të shikojë shenjën më të madhe të kiametit individuale, dhe shenja më e madhe e kiametit individuale është vdekja për gjithë secilin prej nesh. Që do të thotë momentin që ne largohemi nga kjo botë, se çfarë ndodh më pas në këtë planet nuk është më në interesin ton. Interesi jon është që jetën e kësaj bote ta kalojmë me besim, që momenti që do të na trokas vdekja të largohemi nga kjo botë me fjalën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Por patjetër që gjitha këto direktiva të Kur'anit famëlart na orientojnë pikërisht në forcimin e kelimej shahadetit që thuhet ndryshe, të fjalës së dëshmisë La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, se pikërisht këtu me këtë fjalë e duhan që e ka përmend Allahu, ne dëshmojmë në mrekullinë e asaj çfarë jetësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që e përjetoi vetë kur ishte gjatë jetës dhe u dëshmua nga njerëzit që jetonin pranë tij, po edhe nga ana tjetër na del në pa pikërisht madhështia absolute e Allahu xhaleshanu që ka fuqi për të bërë gjithçka. Prandaj lutim Zotin xhaleshanu të na bëj për tyre që Kurani pikërisht dhe veçanërisht kjo temë sot me surës Duhan të jetë orientim i zemrave tona drejt pranimit të madhështisë Zotit dhe dëshmisë me sinqeritet të fjalës La ilaha illallah, dhe lutim Allahun xhaleshanu të na bëj për tyre që jetojmë në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe largohemi nga kjo jetë me fjalën që është fjala shpëtuese për ahiretin ton, La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim.